Mesazhet dhe fotografitë e gjetura në të paktën 10 aparate celular të sekuestruar 4 personave të dyshuar si autor të vrasjes së Hysni Ymerit në Shkodër kanë bindur policinë për t'i dhënë ata para përgjegjësisë penale. Burime për Ora News bën me dije se në disa prej mesazheve janë zbuluar të dhëna që lidhen drejt për drejt me organizimin e atentatit me eksploziv. Rreth orës 3 të mëngjesit të datës 25 dhjetor, një kamerë sigurie ka fiksuar Gerti Bushatin duke lëvizur në pallatin ku shënua krimi në zonën e njohur si Perash në Shkodër. Në telefonin e tij është gjetur një foto së njëjtës datë dhe orë ku shihet me një qese të bardhë, brenda së cilës dyshohet se ndodhej lënda shpërthyese që do të aktivizohej 2 ditë më pas. Ky fundi gjatë dëshmisë në policinë e Shkodrës pasi u vu në pranga ka pranuar autorsinë dhe ka dhënë emrat e 3 të arrestuarve si porositës, duke ngulmuar se nuk e dinte se ishte pjesë e një plani për vrasje. Ai ka pretenduar se i ka thënë se bëhet fjalë vetëm për një formë friksimi, por 3 të arrestuar të tjerë kanë mohuar këto deklarime. Burimet e tjera konfirmojnë se nga telefoni i njëri pritet ndaluar vërtet siguruar dhe një foto tjetër, ku dallohet një lëndë plasëse e ndërtuar në mënyrë artizanale së bashkomin e telekomand. Policia ka dyshime të forta se 4 personat janë paguar për vendosjen e eksplozivit në pallatin ku jeton të shenjestra që mbeti viktime sulmit. Hetuesit po zgjidhojnë verifikimet edhe për veprat e tjera të mundshme të kryer të njëjtit persona, pasi nga kqyra telefonave janë gjetur foto të llojeve të ndryshme të drograve dhe armëve të zjarrit. Për policinë mbetet ende misteri se kush është porosisi i vërtetë i vrasjes, pasi viktima nuk rezulton të ketë pasur konflikt me askënd. Të njëjtin version ka dhënë edhe djali i 69 vjeçarit, i cili ka deklaruar se nuk beson tek pista e gjakmarrjes.